Ka momente në jetë kur ndjejmë një pranin të butë, si një frymë e ngrohtë që na përqafon shpirtin. Nuk mund ta shpjegoj me fjalë, por diçka brenda nesh e di se nuk jemi vetëm. Në ato qaste, ndoshta një engjëll është pranë nesh, jo gjithmonë për t'u parë, por për t'u ndjerë. Ata nuk kanë nevojë për krah të mrrenj apo dritë vërbuese. Shpesh faqen përmes njerëzve që na ndihmojnë, përmes një fjale të thjeshtë që na qetëson ose një ndjenje që na udhëheq drejt dritës. Shpirti i njeriut e njeh këtë prani, sepse është i lidhur me botën e dritës. Dhe kur zemra jon është e hapur, ne e dëgjojmë qartë zërin e tyre të butë, që thotë, mos ki frikë, unë jam këtu. Kur jeta bëhet e rëndë dhe zemra ndjen peshën e dhimbjes, engjëjt nuk largohen, përkundrazi, afrohen më shumë. Ata që ndrojnë pranë nesh në heshtje, duke na dhënë forcë pa e bitur në vetë. Në një moment, kur mendojmë se gjithçka është humbur, një shenjë e vogël shfaqet. Një fjalë, ëndër, një ndjenje paqeje që lind papritur. Kjo nuk është rastësi, por mënyra se si engjëjt komunikojnë me ne. Ata flasin përmes zemrës, jo përmes veshëve. Dhe nëse jemi të qetë, nëse ndalojmë për një qast, mund ta dëgjojmë atë zë që thotë, mos u dorëzo, drita është pranë. Engjëjt janë kujtesa e Zotit se dashuria e tij nuk mungon kurrë. Ka raste kur engjëj dërgohen në formën e njerëzve. Një panjohur që të ndihmon në rrugë, një mik që të telefonon pikërisht kur zemra po thyhet, apo një fjalë që të sjell ngushëllim në momentin e duhur, këto nuk janë koincidenca. Janë mënyra të fshehta përmes të cilave Zoti na prek përmes engjëjve të tij. Ata nuk kërkojnë mirënjohje, nuk shfaqen për lavdi, por për t'i kujtuar shpirtit ton se drita ekziston ende. Dhe kur e kupton këtë, zemra hapet. Shpirti qetësohet, dhe çdo gjë e errët fillon të ndritësohet pak nga pak. Sepse çdo shenjë dashurie, çdo akt mirësie, është një mesazh nga qielli që na thotë: ti je i dashur, mos harro. Në botën e zhurmshme ku jetojmë, shpesh nuk e dëgjojmë zërin e engjëjve sepse jemi të mbingarkuar me frikë dhe mendime. Por kur ndalemi, kur frymojmë thellë dhe lejojmë qetësinë të pushtojë shpirtin, zëri i tyre bëhet i qartë. Ai nuk është i fortë, por i butë, një përshpritje e dritës që thotë, besoj Zotit, gjithçka ka kuptim. Engjëjt nuk flasin përmes mrekullive të mëdha gjithmonë. Ndonjëherë flasin përmes heshtjes, përmes një ndjenje sigurie që vjen nga askund. Ata janë mesazherë të paqes që kujdesen për shpirtin ton kur ne nuk dim si ta bëjmë vetë. Dhe në çdo moment që zgjedhim dashurinë mbi frikën, ata afrohen më shumë duke ndriçuar rrugën ton drejt dritës hynore. Kur një derë mbyllet në jetën tënde, mos u trishto me njëherë. Ndoshta engjëjt e Zotit po të mbrojnë nga një rrugë që nuk ishte për ty. Shpesh, ajo që duket si humbje, është në të vërtetë mbrojtje hynore. Zoti sheh më larg se ne, dhe engjëjt janë drita e tij që na udhëheq kur rruga është e errthë. Ata na tregojnë se çdo vonesë, çdo pengesë ka një arsye të fshehet që do të zbulohet në kohën e duhur. Nëse e ndjen një shtytje të butë në zemër që të thotë prit, kthehu ose ec përpara, besoje. Kjo mund të jetë mënyra se si engjëlli yt të flet, sepse engjëjt flasin në heshtje, por prania e tyre ndjehet me forcën e dritës që sjell paqe në shpirt. Kur zemra jote është e lodhur dhe nuk ke më forcë të lutesh, engjëjt e bëjnë këtë për ty. Ata ngrihen në qiell me lutjet që nuk arrin t'i thuash me fjalë, dhe ja përcjellin Zotit me dashuri. Shpesh mrekullitë ndodhin jo sepse i kërkojmë, por sepse dikush në botën shpirtërore po lutet për ne. Engjëjt nuk harrojnë asnjë shpirt, edhe atë që është larguar nga drita. Ata që ndrojnë afër, duke përshpëripur, kthehu, drita të pret. Dhe në një moment të papritur, ndoshta në mes të një nate të qetë, ndjen një paqe që të mbulon. Ajo është përgjigja e lutjes së tyre. Kështu edhe kur ndihesh vetëm, kujto se qielli nuk harron askënd. Dashuria hynore dërgon engjëjt për të kujtuar se je ende i dashur dhe i mbrojtur. Ka momente kur engjëjt flasin përmes ëndrave. Në ato orë të qeta, kur trupi pushon dhe shpirti udhëton, Zoti lejon që drita e tyre të preki mendjen dhe zemrën tonë. Ndonjëherë shfaqen si fytyra të njohura, ndonjëherë si dritë që të mbështjell me paqe. Nuk janë ëndra të zakonshme,
janë kujtesa të qiellit që thonë: ti nuk je vetëm, ne jemi me ty. Në mëngjes, kur zgjohesh dhe ndjen qetësi të thellë pa arsye, ajo është shenja që një engjëll ka qenë pranë teje. Mos e harro, sepse në ato momente shpirti yt ka folur me dritën. Engjëjt na mësojnë se komunikimi me Zotin nuk ndodh gjithmonë me fjalë, por me ndjenja të pastërta, me paqe që buron nga brenda. Ata janë ura mes qiellit dhe shpirtit ton, kujtese e dashurisë që kurrë nuk shuhet. Shumë njerëz besojnë se për të parë engjëjt duhen sy të veçantë, por në të vërtetë mjafton një zemër e hapur. Engjëjt nuk kërkojnë prova, ata kërkojnë besim. Ata që shohin me dashuri i ndjejnë praninë e tyre në çdo gjë, në erën që lëviz lehtë, në një rrezë dielli që prek fytyrën, në një zog që ndalet për një çast pranë dritares. Kur ndihesh në paqe me veten, ajo është mënyra se si engjëjt të tregojnë se je në rrugën e dritës. Dhe kur ndihesh i trazuar, mos mendo se janë larguar. Ata janë aty, duke pritur që t'i lëshosh frikërat për të hyrë përsëri në dritë. Zoti i dërgon engjëjt jo vetëm për të na mbrojtur, por edhe për të na kujtuar se çdo shpirt ka një qëllim. Dhe kur ndalojmë për të dëgjuar, e kuptojmë se engjëjt gjithmonë kanë folur. Ne thjesht nuk kemi qenë gati për t'i dëgjuar. Shpesh, ne kërkojmë mrekulli të mëdha, por engjëjt flasin përmes gjërave më të thjeshta. Një buzëqeshje e rastësishme, një fjalë që ngro shpirtin, një dorë që të ndihmon pa pritur asgjë në kthim. Të gjitha këto janë shenja të dashurisë hyjnore. Ata nuk ndërhyjnë me forcë në jetën tonë, por na japin udhëzime të buta për të gjetur rrugën e duhur. Nëse e vëresh këtë, kupton se çdo moment i jetës ka një kuptim të fshehtë. Një ndjesi e papritur paqeje apo gëzimi është një përqafim i engjëjve që thotë: je i dashur, mos harro. Engjëjt na mësojnë të shohim më thellë dhe të besojnë se çdo veprim, çdo ngjarje ka një mesazh hyjnor. Kur e kuptojmë këtë, fillojmë të jetojmë me besim dhe dashuri, duke ndjer praninë e tyre në çdo hap. Ka një paqe të thellë që ndjen kur e kupton se engjëjt janë gjithmonë pranë. Nuk janë aty për të na kontrolluar apo për të ndryshuar jetën tonë, por për të na mbështetur dhe për të na udhëhequr drejt rrugës së dritës. Një fjalë e thjeshtë, një buzëqeshje, një ndjenjë paqeje. Këto janë mënyrat e tyre të heshtura për të folur. Kur ndihesh i frikësuar ose i humbur, mbyll syt për një çast dhe lejo që qetësia të mbushë shpirtin. Ajo është zëri i engjëjve që përshpërisin: je i dashur, mos u dorëzo. Çdo hap që bën me besim dhe dashuri është një hap drejt pranisë hyjnore që të rrethon. Zoti dhe engjëjt e tij nuk harrojnë askënd. Kur mëson të dëgjosh dhe të ndihesh praninë e tyre, fillon të kuptosh se nuk je kurrë vetëm dhe çdo moment i jetës ka një mesazh të fshehtë dashurie. Në çdo moment të jetës, engjëjt përdorin mënyra të ndryshme për të komunikuar me ne. Një ndjenjë paqeje që lind pa pritur, një frymëmarrje më e lehtë, apo një ndriçim i vogël brenda zemrës janë të gjitha shenja të dashurisë hyjnore. Ata nuk ndërhyjnë me forcë, por na tregojnë rrugën përmes sinjaleve të buta që shpesh ne i injorojmë. Kur ndihesh i hutuar ose i lodhur, kujto se çdo ndjesi e mirë është një mesazh që vjen nga qielli. Engjëjt janë aty për të mbrojtur dhe për të udhëhequr, duke të kujtuar se drita e Zotit është gjithmonë pranë. Shpirti yt i ndjen këto shenja dhe i njeh më mirë se mendja. Nëse i vëresh dhe i ndjen me zemër, çdo ditë bëhet një mundësi për t'u lidhur më thellë me praninë hyjnore dhe për të kuptuar se nuk je kurrë i vetëm. Ka çaste kur çdo gjë duket e errët dhe sfidat e jetës na mbulojnë mendjen. Në ato momente, praninë e engjëjve ndjejmë më fort se kurrë. Një ndjesi e butë që na mbush shpirtin me paqe, një frymëmarrje më e lehtë, ose një shenjë e vogël që shfaqet papritur. Këto janë fjalët e tyre të heshtura. Engjëjt na kujtojnë se çdo gjë që ndodh ka një kuptim të fshehtë. Kur ndihesh i humbur, një shenjë e vogël mund të udhëheqë drejt dritës. Ata qëndrojnë pranë për të vënë forcë dhe durim, duke të ndihmuar të kuptosh se çdo moment, edhe më i vështirë, është pjesë e rrugtimit shpirtëror. Nëse mbyll syt dhe dëgjon me zemër, mund të ndjesh praninë e tyre.
Çdo gjë që ndodh është një mundësi për të ndjerë dashurinë hyjnore dhe për të kuptuar se nuk je kurrë i vetëm. Engjëjt nuk vinë gjithmonë në formën që e presim. Ata mund të jenë një mik i rastësishëm që të ndihmon, një fjalë ngushëlluese në kohën e duhur, ose një ndjesi paqeje që shfaqet në zemër. Këto janë mënyrat e tyre të heshtura për të thënë, je i dashur, mos ki frikë. Çdo moment i jetës është një mundësi për t'i vëzhguar dhe për t'i njohur shenjat e tyre. Nëse mëson të dëgjosh dhe të ndjesh me shpirt, çdo gjë bëhet më e qartë. Sfidat, humbjet dhe vonesat nuk janë pengesa, por pjesë e rrugës u udhëhequr nga dashuria hyjnore. Kur zemra hapet dhe beson, shpirti ndjen ngrohtësinë dhe praninë e engjëve që ecin pranë nesh çdo ditë. Ata nuk harrojnë kurrë shpirtin ton dhe janë aty për të na udhëhequr drejt dritës dhe paqes. Kur ndodh diçka e papritur që ndryshon ditën tënde, ndoshta një ndihmë e rastësishme, një fjalë ngushëlluese, apo një ndjenjë e thellë paqeje, kjo mund të jetë një angjëll që flet. Ai nuk shfaqet gjithmonë në formë të dukshme, por gjithmonë lë gjurmë të dashurisë hyjnore. Është e rëndësishme të mësosh të dallosh këto shenja dhe të besosh se nuk jemi kurrë vetëm. Çdo ndihmë, çdo buzëqeshje dhe çdo moment paqeje është një kujtesë që ëngjëjt janë pranë nesh. Kur zemra jote është e hapur dhe shpirti tënd i lejohet të ndjejë, fillon të kuptosh se çdo gjë që ndodh është pjesë e një plani të madh. Dhe ëngjëjt ecin pranë nesh për të na mbështetur, për të na udhëhequr dhe për të na kujtuar se dashuria e Zotit është gjithmonë afër. Në udhëtimin tonë përditshëm, shpesh nuk e kuptojmë se sa shumë pranë nesh janë engjëjt. Ata nuk ndërhyjnë me forcë, por shfaqen në mënyra të heshtura, një fjalë ngushëlluese, një ndjenjë paqeje, një ndihmë e papritur. Këto janë shenjat e dashurisë hyjnore që na udhëheqin drejt rrugës së drejtë. Kur ndjen frikë ose pasiguri, ndalo pak dhe dëgjo zemrën tënde. Engjëjt flasin përmes qetësisë që lind brenda, përmes dritës së vogël që shfaqet në momentet e errta. Ata janë kujtesa që nuk jemi kurrë vetëm dhe se çdo hap që bëjmë ka një kuptim të thellë. Lejo që zemra jote të ndjej praninë e tyre dhe të përqafojë mesazhet e dashurisë dhe mbrojtjes. Çdo moment i jetës është një mundësi për të parë se engjëjt ecin pranë nesh çdo ditë, duke na udhëhequr drejt paqes dhe dritës hyjnore.